sa I përket ekspozitës, e cila me sa mora vesh tashmë është larguar, ajo nuk ndodhet më në shesh. Aty ka shumë masakra që nuk janë përfshirë, por kishte të tilla që kanë pasur gabime në tekst. Ato natyrisht do e mos duhet të korrigjohen e të përmirësohen. E vërteta për ne dhe krimet e kryera në Kosovë duhet të ekspozohen sa më shumë, jo vetëm para botës, por edhe para nesh, në veçanti para të rive e brezave që do të vinë, për shkak se ju e dini që një pjesë e konsiderueshme e popullsisë të ne, për të mos thënë gati gjysma, ose kanë qenë fëmijë në kohën e luftës dhe nuk e mbajnë mend qartë dhe nuk kanë pasur si ta kuptojnë atëherë se çfarë po ndodh. Krejt, dhe në anën tjetër kemi edhe aq shumë të ri e treja që kanë lindur pas luftës. Dhe kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme për të ardhmen tonë, veç për të kaluarën tonë. Ndërkaq është e rëndësishme edhe për aspektin ndërkombëtar, sepse ne dëshirojmë që bota me cilën ne kemi ndërveprim të dendur të mos harrojë asnjëherë se çmimi I lirisë e I pavarësisë ishte shumë I lartë, dhe në veçanti në popullsinë civile, sepse shumica dërmuese të vrarëve në Kosovë janë popullsi civile dhe aq shumë ka gra, fëmijë e pleq. Tash një ekspozitë e saktë, e drejtë dhe e plot mbi të gjitha natyrisht e vërtet për krimet e Serbisë në Kosovë, unë besoj që duhet të rikthehet sa më parë. Madje një datë optimale do të mund të ishte qershori, përkatësisht koha kur shënojmë për vjetorin e 27 të çlirimit të Kosovës. Dhe jo vetëm kaq, është me rëndësi që ajo të mos jetë vetëm në Prishtinë, ta kemi një ekspozitë që është në për të gjitha komunat e Kosovës. Sepse vështirë të gjendet ndonjë komunë ku s'ka pasur vrasje mizore e masakra. Dhe është mirë që kur komunat I shënojnë ditët e tyre të çlirimit në javën e 2 të 3 të qershorit, ta kenë edhe ekspozitën në sheshet e qyteteve anë mban Kosovës për masakrat që kanë ndodhur në ato komuna dhe për këtë gjë inkurajoj edhe kryetarët e komunave. Lejoni të theksoj se çfarë po bën e ka bërë qeveria e Republikës Kosovës lidhur me të vërtetën dhe drejtësinë për krimet e kryera gjatë luftës nga Serbia në Kosovë në kuadër të fushatës së saj për drejtësi institucionale për të mos harruar. Në shtator 2022 votuan projekt ligjin për krijimin e bazës ligjore për trajtimin e krimeve të luftës. Në nëntor 2023 e kemi themeluar Institutin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë pas 24 vitesh. Qëllimi I institutit është evidentimi I plot dhe I saktë I krimeve të luftës në mënyrë institucionale dhe shtetërore. Kemi filluar përgatitjet për padin për gjenocid ndaj Serbisë, proces që kërkon përgatitje të gjatë dhe serioze dhe konfidenciale. Pastaj Kosova u mor me këto çështje 23-24 vjet pas luftës, edhe pse ato do duhej të ishin trajtuar me njëherë që nga qershori vitit 1999. Drejt tani përshtypja ime e fuqishme është që nuk kemi pasur qeveri që është marrë seriozisht me krimet e Serbisë gjatë luftës në Kosovë, përkatësisht me krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, agresionin dhe gjenocidin e Serbisë. Dhe tani pikrisht e kemi një qeveri e cila këtë e bën në mënyrë fort serioze dhe aktive. Vazhdimisht ne mbajmë takime ndërkombëtare me politikanë dhe diplomatë edhe për temën e krimeve të luftës, masakra dhe çështjen e të pagjeturve. Unë bashkë me ministren Gërvalla, drejtësinë tranzicionale në njërin anë, por edhe aktivitetin sa më të dendur të prokurorëve, të policëve hetues dhe efikasitetin sa më të lartë të gjyqësorit e mbështesim pa pushim, pa kursim e pa rezervë. Natyrisht, prokuroria dhe gjyqësori në Kosovë në këto vitet e fundit kanë bërë më shumë se përpara, por ka vend që të bëhet edhe shumë më tepër. Në veçanti jemi të brengosur
që po mplaken e po vdesin dëshmitarët e krimeve të Serbisë dhe kjo e bën shumë të vështirë procesin gjyqësor. Mos harroni që kemi mundësinë tash për të gjykuar e për të dënuar edhe në mungesë dhe është një mori rastesh në të cilat kjo tashmë është shfrytzuar. Besoj që për të dhëna të hollësishme duhet sa më shpesh që mundeni ta kontaktoni institutin kundër krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, i cili është një institut që ato krime i trajton edhe si pjesë të mbamendjes sonë kolektive, por edhe si material, dëshmi, argumente për procese gjyqësore të cilat duhet të ndodhin. Pra një farë mënyre, lufta me Serbinë ka përfunduar, por jo dhe beteja, sepse beteja me fqinjën tonë verior që nuk na njeh, nuk pendohet, mohon krimet e kryera, vazhdon. Dhe këso ekspozitash na duhen sa më shumë, por natyrisht me të dhëna të sakta. Pa gabime dhe duhet të jenë të plota. Të gjithë ata të cilët janë dashamirës të mbamendjes kolektive dhe të cilët kanë zell, ndjejnë përgjegjësi që të kontribojnë instituti mbi krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë është adresa cilësore dhe institucionale e Kosovës. Nëse asgjë tjetër, ekspozita e cila u përfol në publik gjatë këtyre ditëve të fundit, nëse asgjë të paktën një gjë ka arritur, të na ndërgjegjësoj të gjithëve, pa përjashtim, se sa të nevojshme janë shifrat zyrtare dhe që shifrat zyrtare nuk mund të jenë arbitrare apo të shpikura, por duhet jenë të vërteta, duhet jenë të sakta dhe për këto shifra të sakta nevojiten institucione të forta. Dhe prandaj qoftë themelimi i institutit, qoftë puna e shtuar e prokurorive në luftimin, pra në dënimin e krimeve të luftës, do të ndikojnë që të kemi të dhëna të sakta, statistika të sakta, të cilat pavarësisht nga klima politike dhe fakti që dikush dëshiron ta shfrytëzoj për të krijuar amulli rreth asaj se çfarë ka ndodhur në të vërtetë gjatë luftës në Kosovë. E rëndësishme është që të gjithë profesionistët e fushës, ata të bashkuar rreth institutit për hulumtimin e krimeve të luftës, ta kuptojnë drejt detyrën e tyre dhe ta pajisin opinionin, shkencën, universitetet, ndërkombëtarët me shifra të sakta, me qëllim që kauza jone drejt, narrativa jone drejt në raport me Serbinë të mos dëmtohet për shkak të pasaktësive të vogla apo të mëdha, cilat do qofshin ato.